Është e pabesueshme, por në fakt kjo është shkolla 9-vjeçare e fshatit Plani Bardh në bashkinë Klos, ku mbi 40 zënës ulen çdo ditë në bankat e saj. E mbuluar nga një çatishje, po numëron ditët e fundit të saj, mungesë dyerve dhe dritareve, infrastrukturë totalisht e shkatruar dhe jashtë çdo parametri për zhvillimin e orëve të mësimit. Këto janë kushtet që ofron sot kjo godim për arsimimin e vogëlushëve të zonës, ku dëshira e tyre për dije i bën sfidë tavanit të shkollës, i cili nga momenti në moment rrezikon të shëmbet. Në shkollën tonë kushtet janë shumë të këqija dhe shpresoj që të vendur tek te, sepse dritaret i kanë rregulluar më sustan edhe dyert, po ashtu edhe drita nuk kemi, kushte laboratorike mungojnë shumë dhe madje edhe kompjutera që informatika nga klasa e 7 deri në 9 duhet të dihen. Kushtet në shkollën tonë janë të këqija. Laborator nuk kemi, drita, energji elektrike s'ka. Çatia është me tërnit e mbuluar, tavolinat janë të vjetra. Çatia është e prishur, tavolinat të prishura, karriket të prishura. Dritaret i kanë rregulluar me sustan. E ndërsa kjo godi nuk ofron as kushtet minimale për sigurinë e jetës së këtyre fëmijëve, do të ishte tepër në qoftë se do të kërkohet të flitet për pajisje bashkëkohore për zhvillimin e orës së mësimit, pasi edhe energjia elektrike prej kohësh mungon. Masat që duhen marrë janë më se të domosdoshme dhe mund të quhen se janë të vonuara, pasi gjendja kësaj godine është alarmante dhe jeta vogëlueshme është në rrezik çdo moment.